Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një menu me gatime që mund ta përgatisni për drekën e Bajramit. Recetat që do të përgatisim sot në këtë menu janë receta tradicionale, të cilat do t'ua tregoj me detaje dhe që të mund t'i keni mundësi t'i përgatisni për familjen apo mysafirët që mund t'keni për drekën e Bajramit. Në këtë menu do të shikoni përgatitjen e trileçes që mund ta përgatisni si ëmbëlsirë, përgatitjen e një piteje me spinaq dhe djath, si të përgatisim pilafin e shkrifës dhe mishin e butë që nuk thahet dhe që në fund fare tretet në gojë. Gjithashtu do të përgatisim edhe tas kebab me mish, një recetë tradicionale shqiptare. Prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetave. Si fillim do të përgatisim mishin. Në këtë rast kam përdorur mish qengji. Është diku tek 1,5 kg mish qengji, të cilin unë thjesht e kam futur tek tenxherja me presion, i kam shtuar vetëm krip dhe ujë. Uji mjafton vetëm sa të mbulohet pak mishi dhe më pas e vendosim në tenxherën me presion. Në këtë rast unë kam përdorur këtë pajisjen, të cilën e përdor për presionimin e mishit, por sigurisht procesi mund ta bëni njësoj edhe në një tenxherë normale me presion. Këtë sasi mishi e kam presionuar për rreth 1 orë e gjysmë dhe më besoni që pas 1 orë e gjysmë mishi bëhet me të vërtet shumë i butë, nuk thahet dhe shkëputet lehtësisht nga kockat. Tani mishin e lëm që të presionohet, ndërkohë ne përgatisim recetat e tjera. Do të filloj me përgatitjen e pites me spinaq. Për përgatitjen e pites me spinaq, në këtë rast do të ndjekim një metodë pak ndryshe. Nëse doni që në fund fare pitja të dalë njësoj sikur e keni përgatitur me brumë sfoliat, atëherë ju sugjeroj që ta ndiqni këtë video dhe në fund fare do të përgatisni një pite shumë të butë të shkrifët. Në fillim do të përgatisim brumin për këtë pite. Për përgatitjen e brumit, në një tas kam shtuar 1 lugë çaj maja të freskët, pra shumë pak maja, mund të shtoni në vend të majas së freskët edhe gjysmë lugë çaj me maja të thatë. Është pikërisht përdorimi i majas që e bën këtë pite në fund të duket sikur është përgatitur me brumë sfoliat. Më pas tek tasi do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë. Kam shtuar në total në këtë rast 1 gotë plot me ujë të ngrohtë, kam shtuar pothuajse 1 lugë gjelle me gjalp dhe më pas kam shtuar 1 lugë çaj me krip. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku derisa maja të tretet dhe në këtë pikë do të shtojmë edhe miellin. Për 1 gotë me ujë, unë kam shtuar rreth 3 gota me miell. Miellin e shtojmë pjesë duke punuar dhe brumin me duar, derisa në fund fare të përftojmë një brumë që nuk na ngjisin duart. Brumin e punoni vazhdimisht me duar për të paktën 3 ose 4 minuta, dhe pasi brumin e keni punuar mirë, tani brumin e lëm të pushoj për të paktën 15 deri në 20 minuta. E vendosim tek tasi, e lyejmë me pak vaj dhe sipër e mbuloni me një kapak ose me qese buzhine, edhe ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim mbushjen për këtë pite. Për mbushjen unë kam përdorur spinaq, i cili në këtë rast është spinaq i ngrirë, por mund të përdorni dhe spinaq të freskët. Unë kam përdorur rreth 350 gram spinaq të ngrirë, të cilin e kam hedhur në një tas. Më pas tek spinaqi kam shtuar edhe një tas të vogël me qep të njoma të grira. Kam shtuar tek spinaqi dhe tek qepët edhe djath të bardhë, diku te 150 gram djath të bardhë. Mund të shtoni edhe pak djath kaçkavall nëse doni. Në vend të djathit mund të përdorni dhe gjizmë. Do të shtoni pak krip. Kam shtuar diku te 3-4 lugë gjelle me kos. Më pas në tas do të shtojmë edhe një kokë vezë, të gjithë përbërësit i trazoj mirë dhe tani mbushjen e keni gati. Nëse spinaqin e keni të freskët, atëherë spinaqin e grini imët, mund të jepi një kaurdisje të lehtë dhe më pas të shtoni përbërësit e tjerë. Duke qenë se unë kam përdorur spinaq të ngrirë, këtë proces nuk e kam bërë, pra thjesht përbërësit i kam përzier kështu siç e shikoni në video. Dhe tani mbushjen e kemi gati, edhe brumi i byrekut ka pushuar ashtu siç duhet, dhe tani brumin të
ta marrim dhe do ta ndajmë në 2 pjesë. Pra për përgatitjen e kësaj piteje na duhen 2 kulesh të mëdhenj. Madhësia e kulaçit duhet të jetë e tillë që nëse hapni një petë të madhe, peta duhet të jetë e madhe mjaftueshëm, aq sa që është dhe madhësia e tepsisë ku do të përgatisni pitën. Pasi ndani brumin në 2 kuleç, tani secilin kulaç do ta hapim duke përdorur pak miell, duke përftuar një petë të madhe, pothuajse sa madhësia e tepsisë. Dhe pasi e hapni petën deri në këtë pikë, tani petën ta presim pothuajse në 6 pjesë, siç e shikoni dhe në video, duke lënë një hapësirë në mes. Pjesën e mesit do ta lyejmë me pak vaj, cilin mund ta përzeni edhe me pak gjarpë të shkrirë, dhe më pas procesin do ta bëni njësoj si në video, duke i vendosur të gjitha pjesët e prera të petës njëra sipër tjetrës. Dhe të gjitha pjesët e petëve do t'i lyejmë me vaj, siç tregohet në video, duke vendosur njëra mbi tjetrën. Edhe kur mbërrim në fund, pjesën e fundit do ta lyejmë me vaj, dhe tani të gjithë të masën që përftuam në fund do ta vendosim në një pjatë, e mbulonim me një qese kuzhine dhe e lëmë që të pushojë derisa ne të hapim petën e dytë. Edhe procesi për petën e dytë do të jetë njësoj siç vepruam për petën e parë. Dhe më pas, kur keni hapur të dyja petët, i lëmë edhe 10 minuta që të pushojnë. Dhe tani, pas 10 minutash, mos harroni që të hapni furrën dhe ta lini që të nxehet në 180 gradë Celsius, dhe ndërkohë do të lyejmë edhe tepsin me pak vaj ku do të përgatisim pitën. Dhe tani, secilën nga petët që formuam do t'i hapim në tavolinë me duar, duke lyer her pas here pak duart me vaj, nëse keni problem gjatë hapjes së petës, dhe kur petën e keni hapur saq është madhësia e tepsisë, e hedhim petën në tepsi dhe do mundohemi që pjesët anësore të petës t'i ngrejmë pak në mënyrë që kur të hedhim mbushjen me spinaq, mbushja të mos na dalë jashtë byrekut. Pasi kemi hedhur petën në tepsi, sipër do të hedhim mbushja me spinaq, e niveloni mirë dhe më pas do të hapim edhe petën tjetër për pjesën e sipërme të pites. E hapim petën pothuajse sa madhësia e tepsisë. E hedhim në tepsi dhe e nivelojmë mirë. Do të mbyllim pjesët anësore të pites, dhe tani, po të doni, pitën mund ta prisni në pjesë, sipas formave që dëshironi, dhe më pas sipër ta lyeni me pak vaj. Kur pitën e keni gati, e fusim në furrë dhe lëmë që të piqet për të paktën 30 ose 35 minuta në 200 gradë Celsius. Dhe pas 35 minutash do të shikoni që pitja ka marrë sipër ngjyrën e pjekjes, dhe tani pitën e keni gati. E heqim nga furra, e mbuloni me një pecet kuzhine dhe pitja është gati që ju ta servirni me familjen tuaj për drekën e Bajramit. Tani do të përgatisim edhe tas qebapin. Tas qebapi është një recetë tradicionale e cila në familjen time përgatitet shpesh, është një ndër recetat që ne preferojmë shumë, dhe sot unë po sjell versionin që ne përgatisim në shtëpi për tas qebap me mish. Për këtë recetë, unë kam përdorur diku te 200 gram mish qengjit, cilin e kam prerë në kubik të vegjël, dhe 2 kokra qep. Në një tenxhere ku kemi hedhur vaj, kam hedhur në fillim mishin, e ka urdisi mishin derisa të lëshoj lëngun e vet dhe mishi të filloj të ndryshojë ngjyrë, dhe në këtë pikë do të shtojmë edhe qepët e grira imët. Do i trazojmë mirë qepët dhe mishin,
Në një moment kam ndryshuar dhe tenxhere, për shkak se tenxheria që përdora më duke sikur më zinte qepa në pjesën e poshtme dhe mora një tenxhere që nuk ngjiste. Mirë është të përdorni një tenxhere që nuk ngjit, pasi në këtë rast do na duhet që qepën ta gatuajmë për një kohë të gjatë me mishin, derisa ne të shtojmë përbërësit e tjerë. Mishin dhe qepën do t'i kaurdisim në mënyrë të vazhdueshme për disa minuta, duke u shtuar nga fare pak ujë. Në total, për këtë recetë, pra që qepa të fillojë të shkëri, pra të tretet, na duhet diku te 1 gotë me ujë, të cilën do ta shtojmë pjesë-pjesë. Pra shtojmë pak ujë, e mbulojmë masën e qepëve dhe të mishit me kapak. Dhe më pas rreth 1 minute që mishi dhe qepët janë gatuar në zjarr mesatar, e heqim kapakun, e trazojmë sërish qepët dhe mishin dhe të shtojmë sërish ujë dhe kështu procesi përsëritet derisa të shikoni që qepët do të fillojnë të përgjysmohen, pasi shumica prej tyre do të fillojnë që të shkrijnë, pra të treten. Dhe në fund fare do të shikoni që masa e qepëve dhe mishit do të bëhet një masë kompakte, pra që qepët pothuajse bëhen një masë me mishin, pra nuk kuptohen edhe në ngjyrë, por do të fillojnë edhe të treten pak nga pak. Në tenxhere do të shikoni që yndyra është veçuar veç dhe në këtë pikë e kuptoni që është faza tjetër për përgatitjen e tasjebapit. Tani në tenxhere do të shtojmë rreth 1 lugë e gjysmë gjelle me miell, e trazojmë mirë dhe më pas do të shtojmë edhe ujin. Pasi shtoni ujin, e trazoni mirë të gjithë masën në mënyrë që të mos na krijohen kokriza mielli, më pas do të shtojmë edhe erëzat sipas dëshirës, por në familjen time përdoret gjithmonë rigon, piper i zi dhe piper i kuq. Dhe gjithashtu mos harroni të shtoni edhe hudhër për këtë recetë, si dhe 2 lugë gjelle me uthull. Sasia e hudhërës dhe uthullës varet shumë nga shijet tuaja. Gjithashtu mos harroni të shtoni dhe krip sipas shijeve që keni, dhe më pas tasjebapin e lëm të marrë val, derisa gjithë masa të trashet dhe ju mendoni që tasjebapi është gati. Është një recetë që po ta përgatisni në familjen tuaj, të gjithë do ta pëlqejnë dhe për drekën e Bajramit kjo recetë shijon shumë. Tani edhe tasjebapin e keni gati, ne do të përgatisim edhe pilafin, të cilin në fund fare do ta servirim me mishin dhe me fruta të thata sipër. Në tenxhere ose në një tigan të thellë, unë kam shtuar vajin fillimisht dhe aty kam shtuar edhe 1 gotë të madhe me oriz. Më pas, orizin e trazoni mirë, duke e kaurdisur për të paktën 1 ose 2 minuta në zjarr mesatar, dhe në fund fare do të shtojmë edhe 1 gotë të madhe me bizele. Në këtë rast, unë bizelet i kam të ngrira, por nëse i keni bizele të freskëta, atëherë duhet që t'i zjeni ato më parë dhe më pas i shtoni tek pilafi. Do të shtojmë gjithashtu edhe 1 lugë gjelle me erëza pule. I trazojmë mirë të gjithë përbërësit dhe në fund fare do të shtojmë edhe ujin. Për këtë recetë unë kam përdorur 3 gota me ujë të nxehtë. E hedhim dhe ujin, e trazojmë mirë pilafin dhe tani vendosim kapakun dhe e lëm që të zijë për të paktën 10 minuta në zjarr mesatar ose derisa të shikoni që pilafi e ka pirë të gjithë ujin. Në momentin që në tigan nuk ka më ujë, tani e ulim zjarrin në minimum, do të vendosim sipër pilafit 2 peceta kuzhine dhe më pas e vendosim sërish kapakun dhe e lëm pilafin në këtë mënyrë edhe për rreth 10 minuta të tjera dhe më pas pilafin e keni gati. Tani pilafi është gati, ka dalë shumë i shkrifët dhe shumë i shijshëm. Tani të gjitha recetat i keni gati, me përjashtim të ëmbëlsirës, të cilën dua t'ju theksoj që unë e kam përgatitur që në fillim, pra para se të filloja të gjitha recetat që ju tregova në këtë video,
por për të mos e zgjatur më tepër këtë video, recetën e trileçes që unë kam përgatitur për festën e Bajramit, do t'u tregoj në një video tjetër. Këtu do t'u tregoj vetëm disa pamje të përgatitjes së trileçes. Zakonisht kur përgatis trileçe, mundohem që ta bëj sa më ekonomike në mënyrë që të gjithë të keni mundësi ta përgatisni dhe të gëzoheni me familjarët tuaj për çfarë do lloj feste, si në këtë rast që është festa e Bajramit. Në videon e radhës do t'ju tregoj edhe recetën e përgatitjes së trileçes. Tani nuk na ngel gjë tjetër, veç se të gjitha recetat që ne kemi përgatitur t'i servirim për familjen tonë. Të mund të shtoni edhe receta të tjera. Unë në këtë rast kam përgatitur një sallatë me perime dhe bulgur, kam përgatitur xhaxhiq me kos dhe kastravec, dhe kjo ishte dhe menuja që unë kisha përgatitur si ide që mund ta keni për drekën e Bajramit. U mundova që t'isha sa më tradicionale tek gatimet, duke sjell gatime që të gjithë ne i njohim, pasi me të vërtet ndonjëherë recetat tradicionale janë ato që shijojnë vërtet shumë. Shpresoj shumë që këto receta t'ju kenë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni t'u jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar Bajramin. Zoti ju pranoft të gjitha lutjet dhe agjërimin dhe sakrificat që keni bërë gjatë gjithë këtij muaji. Paqja dhe begatia mbretërofshin në familjet tuaja. Deri në videon e radhës, Zoti ju begatoft të gjithëve.